ajo çfarë mund t'ju garantoj juve është që kthim në status quo ante nuk ka. Qoftë si kryeministër në detyrë, qoftë si kryeministër ta që kemi 9 baza policore rrotull kufinit, afër 40 rrugë ilegale në mbyll, është konfisku sasi e madhe armatimit edhe municionit, nuk ka asnjë grup, asnjë individ që janë më të fuqishëm se sa shteti i Kosovës. Ata do të përpiqen na sfidojnë. Mirë po, kush e sfidon shtetin, do të përballet me fuqinë e shtetit drejt. Edhe unë besoj që shteti drejt fidon. Në fushatën e tyre lista sërbe, për shembull, në njërin prej fjalimeve që kanë bërë, 9 herë përmend emrin tim. Pa, nuk është duke garuar zgjedhje lokale me qeverinë. Ai është garuar po kryetar komune. Çfarë kemi mundje aty? Kryetar komune, merrem atë që është kryetar komune që po këshim janë zonë vende. Se po merret me kryeministrin, qoftë detyrë. Pra, domethënë nuk do të lejojmë të cënohet sovraniteti shtetëror dhe integriteti territorial. E kemi pas një shans të mirë që të mbështetet më shumë deputeti serb Nenad Rashiqi, i cili tash është në kryetar kuvendit. Lista serbe ka qenë gjykata kushtetuese dhe atë, ta shohim se çfarë përgjigje gjykata kushtetuese. Mirë po, qysh nuk janë krejt shqiptarë të njëjtë, nuk janë as krejt serb të njëjtë. Ka sërbë që e pranojnë Republikën e Kosovës edhe përbes kanë kontribuar për të drejtat dhe nevojat e serbëve më shumë sa që ata që s'pove pranojnë shtetin tonë e përbohen vekjat Beogradit për menas sabotuar dhe shtetësinë. Më shumë kanë kontribuar që ta. Edhe me programe të ndryshme për të varfënit, edhe me mbështetje organizatave qeveritare e startupeve, me biznese kryesore, kanë kontribuar shumë më tepër. Por vaknasia ime është që nuk ka pas mbështetje të mjaftueshme për ta serbët të sistemi integruar në sistem, mund të them, ndoshta as nga faktorët ndërkombëtar, por edhe nga shqiptarët nuk ka pas mjaftueshme. Është gabim ata shqiptarë që thonë gjithë sërbë kemi sërbë. Nuk është e vërtetë. Është gabim. Mund të thonë është sigur një sërb i cili ka qenë në kohën e Miloševićit në pushtet, si Sonja Biserko ose Nenad Rashiqi ose Natasha Kandić. Për një barazon të sa. Një farmyrë është dembeli e mendjes këj barazon. Njeri është e dyshim të është identik me vetë vetën, se me kalimin e kohës për të ndrojnë menime, dhe ne më të më thonë krejtë të tajën njësaj. Edhe shërbim më të madh, s'më shpi bo Sërbi, se sa me thonë kejtë sërki njësaj. Njerëzit du të një vlerësu në bazë të qëndrimeve, veprimeve, sjelljes së tyre individuale. Sepse që ashtu dhe ligji i trajtor. Jo në bazë të një farë esense kulturore e fetare. Në këtë aspekt menoj që edhe na mujmë me bo ma shumë se sa që kemi bo drejtash. Por atje i kemi fix 199 politë sërbë, kadet që i kemi polisu, masë që kanë bo drejheqin kolektive me 5 nëntor 2022. është detyre jona me imbrojt që ta. 199 sërbë. Masi që kanë botë drejheqin kolektive, ata jenë pranu tash në punë. Ne du të me imbrojt. Edhe jenë mbi 100 sërbë që jenë në 4 komunat në veri, që jenë punësu masi kanë nërë të drejheqin. Pra ne du të monitorojmë gjithë shka me shumë përpikri në mënyrë që të arriturat as të mos cenohen dhe as mos të kthehet koha mrakësht, që është disa atje po prediko. Tjetra është, po Mitrovica, sa është rëndësishme, veri është rëndësishme u përbes mjok. Ta që kemi zjedhët me, a është dikush Mitrovicës të përbes? Jo, se shikone, jo, nështë të qeni për para këtë nuk përshini, janë nështë ma shumë se 20 veta. Prej Mitrovicës këtu. Edhe të veri, po. Nuk e di a kemi ble biletin ju për të nëmë të nësë. Kemi ble biletin. E kemi bordin e përbashkët të qytetit. 5 përfaqësuesi ka komuna veriore, 5 përfaqësuesi ka komuna jullore,
unë kam caktuar një udhëheqës të bordit, si kryeministër, Elbert Krasniqi është egjiptian, nuk është shqiptar. Është egjiptian, ministri i administrimit të pushtetit lokal, edhe punon për Republikën e Kosovës çuditën. Ai është kryetar i bordit, tash unë pres që kryetari i ri sërb që ka ndodhur në komunën e Veriorët të më çu 5 veta në bord. Nuk ka me bojkotuar bord. Të më çu 5 veta, se ato janë dy komuna të njëjtit qytet që i bashkan bordi. Edhe tjetra, Asociacioni i Komunave të Kosovës e ka pas një komunë monë, komuna e Veriut Mitrovicës. Ajo komunë me 22 gusht 2023 është antarësu në Asociacionin e Komunave të Kosovës. Edhe Asociacioni i Komunave të Kosovës ne presim që nuk do të bojkotohet nga kryetarët sërbë. Është institucion shtetëror Asociacioni i Komunave. Edhe aty do zgjedhë shpresoj kryetari i ri në Asociacionin e Komunave kështu me radhë. Pra, do t'i monitorojnë edhe përpjekjet për ta cënuar rezultat e të arritur të sundimit ligjit, por gjithashtu edhe bojkotimet eventuale të cilat nuk do të jenë të tolerueshme. Papunësia në Kosovë vitin 2021 ka qenë